Në konferencën Kosova drejt Bashkimit Evropian rruga drejt një zgjidhjeje, ambasadori i BE-s Ivo Orav ka deklaruar se Unionit i duhet një partner që të mund të bisedojë për hapat konkret drejt integrimit, ndaj ai ka bërë thirrje për formimin e qeverisë. Tani ajo që presim shumë nga Kosova është së pari të kemi një partner. Po, kemi një partner, presidenten, por na nevojitet edhe pushteti ekzekutiv. Pra, kemi nevojë për një partner me të cilin të flasim për hapat e ardhshëm, si të lëvizim më afër Bashkimit Evropian. Shpresojmë shumë që qeveria të formohet sa më shpejt të jetë e mundur. Orav përsëriti se heqja e masave ndaj Kosovës ka filluar, por theksoi se duhet bashkëpunim i ngushtë për të ecur përpara. Masat ndaj Kosovës. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Kaja Kallas ishte këtu vetëm para disa ditësh dhe ajo njoftoi se heqja graduale e masave kundër Kosovës ka filluar. Por për të ecur përpara na duhet qartësisht një bashkëpunim shumë i mirë dhe i ngushtë me autoritetet këtu. Ndër të tjera, shefi i zyrës së BE-s tha se Asociacioni i Komunave me Shumicë Serbe duhet të trajtohet me seriozitet dhe pa vonesa. Sa kaq, ambasadori gjerman në Kosovë deklaroi se Prishtina nuk duhet të shohë se çfarë bën fqinji i saj, por duhet të kryejë detyrat e veta. Mendoj se kemi nevojë dhe për mendësi ndryshe. Dje fola me një antar të qeverisë në detyrë dhe i thash se ka shumë çështje në lidhje me antarësimin në Bashkimin Evropian, ndërto dhe çështja përfitimit për vizat. Ai më tha se Serbia nuk e bën, nuk e bëjmë as ne. Kjo nuk është serioze. Kosova dhe Serbia nuk kanë zhvilluar asnjë raund të dialogut politik që nga shtatori i vitit 2023 për shkak të krizave në veriun e Kosovës që rritën tensionet mes dy vendeve.